emision mundësohet nga ISP Broadcast. Zëreja që ti thot Albini bën. Kesa jonë është me u kthy në gjendje fillestare, me u kthy në gjendje që kryeministri i këtij vendi ka premtuar që kur të vjen qeveri se ka me ulë rrymën, se na ato e pagu shumë shtrejt. Ka nuk dolen ani pse u quajtën hajna dhe kriminela. Bashkoni në protest kundër shtrejtimit të rrymës. As edhe 1 cent më shumë, pas 2 orësh konferencë së bashku me gazetarët, zyra e rregullatorit për energji elektrike prap nuk e dha një shifër se për sa përqind do të ngritet energjia elektrike. Sigurisht që pati një përplasje së bashku me gazetarët e vendit tonë, andaj para një javë ishte mbajtur protesta e parë, cila ishte ndoshta më e madhe, mirë por edhe sot prej orës 12 pritet që t'i drejtohen zërejës qytetarë të shumë me pankarta të shumë ta gjenden këtu në sheshin Zahir Pajaziti dhe me thirrjen as 1 cent më shumë. Jëmë të thonë shkurt shqip as një mirë për qeverisë të tashme, veç dome e dome. Nuk ka shifra në matematikë që mujnë me llogaritë sa e damshmesht. Po pse? Pse? Çfarë plusi ka bo? Çfarë fjale ka majtë? Veç një gerëm të premtimeve se ka majtë. Po flejmë në rrymë, 150% deri tash e ka shtrejtuar rrymen. Nuk bisedoj me ata. 100 herë me thirë në ditët ai në gjendje është me shku me edhe. Tëna tema të reja, qaj ka qitë kë, tëna e në shkue në të mirë të atyne e në dëmë tënën. E ka dezinfektuar Serbinë pej tënë në të metav që i ka pastë. Zëreja që ti thëtë Albini bën, tjetër zgudzën me bo. Ajo duhet që 5 muaj ose 6 muaj me rritë rogën, tani me bo shtrajtimin. Si të shtrajtohet, për shembull rryma ose nafta, shtrajtohen tëna produktet. Na ndiri këshe, dhe se dhune veteran një, kom kontribu këtë lukë. Nuk ka shka mirë, disë. Zëreja sot të regoj më smiri që nuk përfaqëson asë gjëtë kësoj republike, nuk përfaqëson vullnetin e qytetarëve të Republikës Kosovës, nuk është atje për me rregullu jetën e qytetarëve, as me rregullu tarifat, fatkeqësisht kjo zëreje nuk ka mas legitimitet, nuk ka mas të drejtë që del edhe të flet në emër të qytetarëve të Republikës Kosovës, edhe përkundër komenteve të shumta, edhe përkundër thirrjeve të shumta, asgjë nuk i bëni përshtypje kësaj rrove, kësaj zëreje, anëtarët e bordit në mënyrë unanime, në mënyrë arbitrare, pa e marrë për bazë as pak interesin dhe kërkesat qytetare, vendosën që të rrisin dhe të marrin vendim për rritjen e tarifave. Vazhdojmë tek zëreji. Protesta në sheshin Zahir Pajaziti vetë se ka përfunduar për të marrë rrugën tek zyrët e rregullatorit për energjinë elektrike, e cila sipas protestuesve prej kur është mbajtur konferenca së bashku me gazetarët, e cila rezultoi pa sukses, ata janë mbyllur në dhomë duke diskutuar me njëri tjetrin. Këto janë pamjet e protestës të drejtuar për tek zyrët e rregullatorit për energji elektrike, e të cilët sipas tyre duhet të largohen menjëherë nga pozitat me të cilën janë ata.
zëra, as një cent më shumë. Besa në këmbon e as një cent më shumë. Qytetarët nuk kanë me e dhonë. Ja kemi mësy zyrave të zyrës e regulatorit për energji elektrike, e që shpresoj që kësaj radhe kjo protest do t'ju shkojë në vesh këtyre të cilët vetëm para 2 ore janë shkaluan të gjithë gazetarët, por edhe kërkesat e organizatës as një cent më shumë. Pamje nga protesta. E dashur qytetar, sot jemi këtu për një arsye të madhe. E ajo është që t'i themi stop ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Sot dhe çdo ditë po na shtrajtohet jeta. Sot rryma, nestra buka dhe produktet esenciale. Kjo nuk është e drejtë, edhe kjo nuk nalet me fjalë, kjo nalet me rezistencë popullore, tu nalet tu ja blloku hyrjen. Po çish nuk është, kjo nuk është rritja e parë. Kjo është rritje e vazhdueshme, deri tash rritja për 4 vite ka arrit shifrën 170%. Kjo nuk është normale. Kërkesa jonë është me u kthy në gjendje fillestare, me u kthy në gjendje që kryeministri i këtij vendi ka premtuar që kur të vjen qeveri se ka me ul rrymën, se na ato e pagu shumë shtrejt. Mos merrni vendime të dëmshme, sepse ne nuk do të mund të paguajmë as juve. Sepse i kemi ato pagat shumë të bajme që i merrni për ne. Ju dhe të gjithë të tjerë. As një cent më shumë! 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 Ndërkohë që përfundoi protesta e paralajmëruar dhe e zhvilluar dhe e realizuar në fakt përballë zyreve të ZRE-s, e cila kaloi me qetësi ashtu u bë thirrje edhe nga përfaqësuesit e protestës, mirë po një e tillë për herën e ardhshme, pasi që nuk morën asnjë përgjigje edhe përballë zyreve të ZRE-s, ata nuk dolën ani pse u quajtën hajna dhe kriminela, po gjithsesi protesta e ardhshme u paralajmërua edhe më e revoltuar nga ana e protestuesve. Dhe të ndëruara bashkë bordit, të ndëruara media, mirë se erdhët në mbledhjen e tretë të bordit ZRE-s për vitin 2025. Para jush keni rendin e ditës, nëse keni në pikë shtesë ose me hek nga rendi ditës, nëse jo atëherë kush është për, atëherë konstatoj që aprovohet rendi ditës me vota 5 vota për asnjë kundër. Si pike rendit ditës është proces verbali mbledhjes kalune, me qenë se ju besoj shumica për ju që keni marrë proces verbalin, nëse s'ka komente shtesë, kush është për, atëherë konstatoj që edhe proces verbali mbledhjes kalune aprovohet. Pike 3 e rendit ditës po të bëjmë me shqypimin të hyra 3 ora maksimale për ose shërbëtën dhe furnizuesin. Atëherë të ja kaloj fjalën zotin Pipaj. Faleminderit Jesus. Të ndëruar Anton Zhurdi, përshtatët të rregullta janë komponente thelbësore në përcaktimin e çmimeve të cilat mësoj e shqipimin e fërhyrave për të respektuar në fushimet e vlerët e pashqiptuara për ato të realizuara, veçanërisht ato që janë jashtë kontrollit të dërmuarve të Non va fu pa nuova cosa, se si fa de giorni. Në përputhje me mandatin ligjor të përcaktuar në ligjin për regulatorin e energjisë dhe në përputhje me rregullat për përcaktimin e çmimeve, procesi i përshtatjes të rregulla ka filluar në dhjetor të vitit 2014, në jetën e iniciativës nga Zëreja, në të cilin është përshkruar edhe roli i këtij procesi. Në përputhje me këtë rol, në përputhje me afatit kohor me 30 janar dhe vitit 2025 kemi pranuar aplikacionet për përshtatjet e rregullta nga operatorët e telekomunikimit, siç janë Kost, Kec dhe Kesko. Pas shqyrtimit të vlerësimeve të këtyre aplikacioneve, nga Zëreja ka përgatitur raportin konsultativ, të cilin e ka vendosur në diskutim publik. Në raportin konsultativ dhe në këtë procesin, i pasfigurojmë detyrimin ligjor që regulatori e ka në përcaktimin. Përgjithësisht, regulatori është obliguar të përcaktojë tarifa që reflektojnë kostot e shërbimit,
si që të përgatuar në vitin 15 e ligjit për regulatimin 45. Në këtij ligji, përso për konsumatorët e cënimshëm, sipas ligjit përgjegjësor Ministria e Financave që përdoret në Ministria e Punëve Sociale, sipas linjës të ligjit për regulatimin e energjisë. Në raportin i kemi përcaktuar ose kemi elaboruar në mënyrë të detajuara shkaktorët kryesor që kanë bëjnë në rritjen e kostës së shërbimit. Do të thonë këta i kemi 4 shkaktorë që kanë ndikuar në rritjen e kostës së shërbimit, do të janë ndryshimet në kostot e vlerës të energjisë elektrike nga furnizuesi në shërbim universal, ndryshimet në kostot e vlerës të energjisë nga operatori i sistemit të shkaktorës, parashikimi i çmimeve të energjisë për kushtet për vitin 2025 dhe parashikimi për kostot e shërbimit në ndihmëse për operatorin e sistemit të transmetimit. Do duhet ta theksojmë se në versimin për vitin 2025 është parashikuar edhe import, duke pasur parasysh se nisimtë gjeneruese janë kanë efektiv të mirëmbajtjes. Tu pjela elaborojnë domethënë shkaktorët një nga një, në mënyrë të përshtatshme. Zënë do të përsi. Katër. Parashikimet e kostave për shërbimin ndihmëse në operatorin e sistemit të transmetimit. Siç është prezantuar në slajdu, çmimi që ka qenë i parashikuar mesatorit për produktet e energjisë elektrike për importin e energjisë elektrike në vitin 2024 ka qenë 97.7 euro çmim i vlerësuar nga regulatori dhe çmim i cili është paguar gjatë vitit nga konsumatorët e vendit. Dorso në fund të vitit çmimet reale të çmimeve që kanë ndodhur në tregun e energjisë elektrike kanë rezultuar me çmime 131.34 euro. Ky ndryshim është nevojë e përshtatjes të hyrat e mira, si do të shpjegohet nga kolegin në vazhdim të prezantimit. Këtë që ka qenë një nga shkaktorët që e ka rrit kostin e shërbimit për vitin 2025, po ashtu edhe për operatorin e sistemit shpërndarjes, energjia elektrike e cila është deri për humbje në vlerësimin dhe parashikimin të zyrës regulatore për energji në vitin 2024 ka qenë prej 96.3 euro, ndërsa në fund ka rezultuar në çmim prej 145.75 euro. Këto janë elementet sa i përket të vlerës të energjisë në shumicë që kanë qenë shkaktorë të rritjes së energjisë elektrike, shkaktorë kryesor të rritjes së detyrave për operatorët e sistemeve që rregullohen nga regulatori. Ky slajdi bashkë vlerësimet e regulatorit në raport të analizimit dhe parashikimet që janë për vitin 2025. Të gjithë procesit kemi pranuar komente nga shoqëria civile, nga qytetarët, i potencial qytetarë. Janë 396 komente që kemi pranuar nga qytetarë të ndryshëm. Ne kemi vendosur në iniciale për shkak të rrugës së privatësisë së tyre. Kemi pranuar komente nga shoqëria civile dhe sindikata punëtorëve të Energjisë Kosovës, nga të licencuarit Kesko, Kost dhe Elektrosever, kam bizneset të ndryshme, Cosmo Farmaci, ITB Group, Project Office, ITC Koshani, IT e tjerë. Kemi pranuar edhe komente nga zyra e deputetit Armen Nuna, Qeveria e Republikës së Kosovës, përgatësisht Ministria e Ekonomisë dhe Presidenca e Republikës së Kosovës. Me të pranuar komente dhe me të përfunduar konsultimi publik, Zëreja ka zhvilluar takime bilaterale me gjitha palët e interesit, dhe këto takime në kodat ekonomike dhe me antarësinë e tyre, me shoqërinë civile, me zyrën e presidentes, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Avokatën e Popullit, Sindikatën e Punëtorëve të Energjisë Kosovës dhe në takimin që kemi pasur bashkërisht me media. Zëreja ka kërkuar të ketë edhe një takim me grupin iniciatives të qytetarëve as një cent më shumë, por nuk kemi marrë përgjigje pozitive për paketë. Është potenciuar që ka qenë një gabim në email, që nuk është pranuar prej Lejt Zburit Kosova, në të marrë të kemë ne kemi reagim në portalin ku e kanë vendosur ky grup, kemi dhënë pjesën,
nuk kemi bënë përgjigje për tyre, ne kemi shkruar vullnetin dhe dëshimin që me pas takime dhe metave në Israel, gjitha elementet që kanë bajnë me këtë proces periudhor. Dhe të gjitha takimet që kemi mbajt janë zhvilluar diskutime konstruktive, ku janë sqaruar shkaktorët kryesorë si potenciuar në këtu, dhe mandati ligjor i zërejës së përket përcaktimit të çmimeve, si ja vënë përgjigje dhe sqarimet e detajuara për secilin koment të pranuar, duke diskutuar ndarjes me secilin pol të interesit. Raporti së bashku me komente dhe përgjigjet përkatëse është bazuar në bazë voti ka për paravitin. Letë se theksuar se gjitha komentet janë shqyrtuar në kujdes maksimal nga stafi profesional. Qytetarët në përgjithësi kanë shprehur kundërshtimin në raport me këtë proces, duke theksuar në komentet e tyre se ndikimet negative janë në buxhetin familjar, standardin e jetesës dhe çmimet e tjera, për shkak të vështirësive ekonomike, inflacionin për të ardhurave që ata kanë. Ne kemi shprehur një kuptim për secilin koment që kemi pranuar edhe nga qytetarët e Republikës së Kosovës, por edhe nga secila pojë që ka qenë në interes dhe ka ofruar komente me këtë proces. Prandaj disa komente, një pjesë e madhe komenteve janë jashtë mandatit të zyrës së rregullatorit për energji, shkak që fusi rregullatorit të tyre është përcaktoi çmimet të bazuara në kostot e shërbimit. Dhe gjatë gjithë procesit, stafi profesional, si do ta vëjmë edhe në prezantimin që do të bëhet pastaj, është mundu që përkundër aplikimeve dhe kërkesave të operatorëve për me pas të hyrë më loja, jemi mundu që ne reduktu kostot aty ku kemi pas mundësi dhe ku kemi gjetë arsyeshmëri që mos bëhet një varg të arsyeshme të konsumatorëve. Domthonë komentet dhe raporti është voluminoz, është për më shumë se 100 faqe, dhe po i him secili detaj në mënyrë të nëme, kështu që në qenë se raporti pashë përgjigje do të bëhet publik dhe secila pojë do të ketë mundësi të sheh komentet e veta dhe përgjigjet të rregullatorit, atëherë unë kisha kaluar fjalën udhëhesit të departamentit për çështje me lejen e kryesuesit në Sinjelian, udhëhesit të departamentit të tarifave për të vazhduar prezantimin së përkat ndryshimeve dhe propozimeve finale për shkëlqyeshjen maksimale për vitin 2025. Faleminderit kryesues. Atëherë po fillojmë pyetjen e Ranit Vikës, shqyrtimi i propozimit për adhurimin e këtyre aplijuara maksimale për operatorën e sistemit të transmetimit të konsumentit. Shpakostimi tonë u shkojmë vetëm me revidimet që kanë ndodhur pas pranimit të komenteve dhe përditësimet që janë dhënë vlerësimin e marrit final që po propozojmë tash për vendin e zërejës. Ne kemi bërë një përditësim çmimit të importit për muajin prill, ku janë marrë me thonë çmimet nga raporti fillestar që kanë qenë datës 28 shkurt 2025, në llogaritjen e çmimit të importit, ku tani çmimet e importit kanë rënë prej 128,5 kanë qenë vlerësimi fillestar në 121,70 €. Apo çmimi mesatar i parashikuar i gjitha blerjeve të energjisë që blehen nga Keko dhe importet, këtë rast Alpeksi, ka rënë prej 105,7 në 99,18 € për megavatur. Pra, kostot e humbjeve në propozimin fillestar kanë qenë 13,970,000 €, kurse tash me propozimin final, pas shqyrtimit të çmimeve të importit janë 13,100,000 €. Domthonë ky është revidimi i parë që ka ndodhur në çmimet në vlerën e kostove të humbjeve. Si revidim ose përditësim tjetër kemi bërë detyrimet të balanceve. Domethënë këto janë obligime ndërkombëtare, ashtu edhe me ligje dhe kode që duhet me leju si kosta për me funksionu sistemi energjetik i Kosovës. Pra për shkak të kërkesave dhe vërtetën nga ECI lidhur me devimin ndaj sistemit interkonektiv evropian, rezerva automatike AFRR është rritur këtë vit prej 25 MW dhe në 40 MW për OST-n. Kjo rezervë siguron
Domthonë sigurohet përmes ankondeve javore nga Shqipëria, nuk kemi mundësi me siguru prej prodhimit vendor. Edhe këto çmime ndryshojnë varësisht prej mujit. Fillimisht dhe rezerva manuale me FR për vitin 2025 është kontraktuar nga palët të ofrues së shërbimit me keshin me kapacitet 196 MW për ngritje dhe 50 MW për zbritje. Pas përditësimit çmimeve, kur fillimisht FR-ja ka qenë 48.8 euro për megawatt për ngritje dhe 45.8 euro për megawatt për zbritje, këto çmime janë revidu duke marrë parasysh edhe në llogaritje dhe çmimet e vitit 2000 e shërbimeve në vitin 2023, ku tani çmimet janë për AFRR ngritje 41 euro 30 cent dhe për zbritje 35.4 euro për megawattor. Pra ky efekt në shërbimet ndihmëse, këto kosto janë zbritur prej 43.12 milion sa kanë qenë plotësimi fillestar në 37.700.000 euro. Tani po vazhdojmë me komponentet kryesore të kostave të hyrave. Në tabelën që nuk po shihet janë përcaktuesit kryesor të hyrave, ku do të thotë janë shpenzimet operative, janë kostat e lidhura me investimet kapitale, që janë zhvillësimi, kthimi, pastaj janë humbjet e lejuara në rrjet transmetimit. Kemi tyrat e parregulluara edhe kostot e fundit, që në tënësi bojnë në vlerën 88.198.000 euro. Këto janë pas vlerësimit marrjes komenteve tyrat që do t'i propozohen Kortit Zërejës për aprovim, derisa kërkesa e kostit ka qenë për 101.800.000 euro. Pra pas kryerjes procesit konsultimit me palët, marrjes komenteve, dhënies përgjigjeve në raportin final, i propozojmë bordit me shqyrtu tyrat e lejuara maksimale për kostin. Faleminderit zoti Gashi, atëherë që në hapur për diskutim për bordin. Konsideroj që do të gjeni informatat e nevojshme në këto përgjigje sipas komenteve që është dhënë në konform legislacionit fuqik. Atëherë nëse s'ka komente po hedhim votim, kush është për? Atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohen të hyrat e lejuara maksimale për OST OTN për vitin relevant tarifor 2025-2026. Atëherë vazhdojmë me pikën e radhës, zoti Gashi. Pika e dytë është shqyrtimi i propozimit për aprovimin e hyrave maksimale për OSSH. Edhe këtu do të thotë po ndalim vetëm në revidimet e kostave që kanë ndodhur tek vlerët e energjisë, përkatësisht çmimet e importeve dhe çmimet mesatare të vlerës energjisë. Fillimisht domethënë janë marrë çmimet e 28 shkurtit vitit 2025. Mandej këto çmime kemi revidu edhe për vlerët e energjisë edhe për alokim të kapaciteteve, ku çmimet më herët për import kanë qenë të njohura 147 euro për 1 megawattor, kurse pas revidimeve këto çmime propozojmë me qenë 145 euro 76 cent, kurse çmimi mesatar i blerjeve të energjisë nga keku dhe importet, çmimi mesatar nga 96 euro për megawattor propozojmë me qenë 95.40 euro 95.40 cent për megawattor. Pra ky ndryshim i çmimeve prej kostave të propozuara në fillim që kanë qenë 86.600.000 bëhet në 86.039.000 euro. Ky është revidimi i parë, po ashtu
një revidim është bu edhe të obligimet që ose operatorit sistemit dhe operatorit rregut ka ndaj operatorit sistemit shpërndarjes, ku vlerësimi fillestar kanë qenë si kostot të bardura 3.500.000, tani me propozimin final bëhen 3.200.000. Në tabel shohim edhe këtë komponentet kryesore të kostave, që janë shpenzimet operative, janë kostot e lidhura me investime kapitale, zhvillësime dhe kthimi, është pjesa e humbjeve, që është pjesa kryesore e humbjeve, që marrin pjesën më të madhe në të hyrat e lejuara maksimale të OSSH-s. Pra, pas shqyrtimit të komenteve dhe raportit final, i propozojmë bordit që ta shqyrton këtë pikë dhe ta aprovon pas, nëse ka pyetje, vlerën e tyrat lejuara maksimale për operatorin e sistemit shpërndarjes prej 180.652.995 euro për vitin 2025. Faleminderit zoti Gashi, atëherë për hapi për diskutim për bordin. Ndoshta është mirë me potencu që kërkesa e OSSH-s, këtë rast kërkesa e KEC-it ka qenë dikun rreth 214 milion euro, mirë po pas vlerësimit nga ana ZRS, kjo vlerë ose kjo kërkesë është zbrit nga 214 milion euro në 180 milion euro pas shqyrtimit nga ana stafit në raportin konsultativ dhe pas përgjigjem komente si verzion final i propozuar nga ana stafit profesional të ZRS. Atëherë, kisha vishë në pyetja, a jemi revidu edhe kostot? Fale, apo nëse nga për jo shumë rëndësi, për transparent, nuk ka, a jemi revidu edhe kostot për transport e energjisë, që kërkoj Ministra Rizvanov, atëherë, kërkoj hedhin votim, kush është për? A jemi revidu? Atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohen të hyrat e lejuara maksimale për OSSH-n për vitin rival tarifor 2025-2026. Se kemi rritë në 97% të kostot e transportit të energjisë në import. Se pa rritë, do një të regu. Vazhdojmë me pikën e radhës. Atëherë po vazhdojmë me pikën e tretë, shqyrtimin e propozimit për aprovimin e tyrat lejuara maksimale për furnizuesin për shërbim universal. Tani do ta kesh përgjigjen për këtë pikë. Jo, edhe ashtu kom pas me prezentu, dhe më thonë edhe këtë është boni revidim i kostave me shumicë për blerjet e energjisë, ku dhe më thonë pas rishikimit çmimeve të parashikuara të kostave të marra tash në muajin prill, por edhe për alokimin e kapacitet ndërkombëtare. Janë revidu kostat e vitit kaluar, ku në shtator kostave ka qenë shumë e lartë, edhe nuk e kemi marrë në kalkulim, po kemi marrë muajin paraprak bushtin dhe muajin tetor vitit 2024 në mënyrë që do të thotë me ul ky çmim për kapacitet. A ka mbetur 9 milion euro? Edhe nëse do me qëndru brana, kisha lutë mos me pegu stafin. Me rritë transparencë, na jemi këtu. Në transparencë është injizimi, mos na detyrojmë a mundë me Na largu jashtë mundi, po vazhdojmë me prezantim brenda. Deri ke kryer prezantim, kushton kur do më japë përgjigje. Po prezantim është më për sarën sepse do të thotë kërkesa e ministrit Rizvanov, ju kërkoj raportin detajnuar për kostot e transportit të energjisë. Sekretet keni publik keni pas ta marrë. do të thotë nga raporti fillestar çmimet e blerjes energjisë të importeve kanë qenë 161 euro 20 cent. 161 euro 41 cent, tani kanë rënë në 121 euro 28 cent. Po ashtu edhe çmimi mesatar i parashikuar i blerjes energjisë ka rënë nga 40 euro e 60 cent, so ka qenë 40 euro e 50 cent. Rrjedhimisht, dhe me thonë, këto kostot janë revidu prej 193 milion euro e 64
640.000 euro në 193.030.000 euro. Ky është revidimi i parë që ka ndodhur te kostat e blerjes së energjisë me shumicë. Revidim tjetër i kostave është edhe ndryshimet që kanë qenë më herët te kosti dhe keci që u përmenden në prezantimet paraprake, janë reflektuar në tyrat e propozuara finale të FSHU-s. Fillimisht kanë qenë si kosta të bashme të OST-s tek FSHU-ja 35 milion, 88.000, tani janë 33.435.000, po ashtu edhe kostat e bashmet nga operatori i sistemit shpërndarjes, sa ishin fillimisht 141.554.000, tani me revidime bëhen 141.204.000. Një me revidim tjetër është edhe kostat e jo balance për FSHU, ku fillimisht ka qenë një gabim teknik prej 290.000 të njohëna, tani janë 292.000 euro. Ky revidim i kostave do më thonë që janë faktike, bazuar në rregulla për përcaktimin e tyrave, bartën në vitin relevant tarimor përmes faktorit korrigjues të hyrave. Pra, faktori korrigjues të hyrave prej 34.170.000 bëhet në 37.500.000 për shkak të revidimit të kostave të balancës. Edhe në fund është një përmbledhje të hyrave për furnizuesin shërbim universal. Edhe këtu komponentët kryesor që përmbojnë tyrat e ligjit të FSHU-s janë shpenzimet operative, janë kostat e bashme nga operatori i sistemit transmetimit, nga operatori i sistemit shpërndarjes, si kosta kryesore janë kostat e blerjes të energjisë nga pjeku, generator, vendor, importet, pastaj është niveli lejuar i borxhit keq, faktori korrigjues i hyrave dhe tani pas gjitha këtyre revidimeve që kemi bu, i propozojmë bordit zëres që ta shërtoj për miratim tyrat e lejuara maksimale për furnizuesin me shërbim universal në vlerë për 435.926.299 euro. Atëherë faleminderit zoti Gashi, po e hapi për diskutim për bordin. Nëse s'ka, atëherë edhe njerë po falenderoj për punën dhe angazhimin që keni pas gjatë këtij procesi. Ka qenë me propozim edhe sa është ndja e marrit. Fal, a bon Petrit, nësë na pengu, dësh me marrë leje për me marrë fjallë. Jo, një gazetar, një pëjtyqe. O, mledha shkamohet të gaga. Mledhet borti që avëm që na pengu, jetë na pengu, vazhdimin e mledhet borti. Po pëjtyqe për mja saru që të tapë. Ti mi marrë përgjisit, bani pyjtët e me përgjisit, pa marrë ke ki, këtë kujtë mledha? Mledha le të marrë. Bërë pyjtët, me përgjisit, pa marrë ke ki, po është proceduralisht është rejtë. Fal, edhe një herë për disët e nërë po kërkojnë. Mirë kuptimin tonë që jemi duke zhvilluar mbledhjen, je duke na pengu në procesin e vazhdimit të mbledhjes. Faleminderit. Atëherë, nëse s'ka komente, meqense është mirë edhe njerë me refleksu që kërkesa ka qenë dikun rreth 447 milion euro, mirë po pas vlerësimit të stafit, në këtë proces kemi ardhur në vlerën prej 435 milion euro. Pas diskutimeve që kemi pas me gjitha partë interesit, si që prezentua dhe nga ana e stafit zërëres në këtë proces, besoj që edhe përgjigjet për secilën këtë pyetje që kanë pas, ose komente që kanë pas, gjitha palët do t'i keni të publikura në përfaqen e zërëres, me detajet e nevojshme, po gjithashtu edhe kushdo që është interesuar për sqarimin e shtesë, stafi i zërëres, në bashkëpunim edhe me bordin e zërëres, do t'i jap përgjigje secilës pyetje dhe shqetësim që ju keni gjatë si s'keni kryer monitorim për energjisë elektrike prej vitit 2020.
Dhe kallëzu qytetarëve, Atëherë konstatoj që me 5 vota për asnjë kundër aprovohet hyra e auditim të investimeve të kapitalit kecit për vitin 2018. Meqense tani kemi me pika tjera kanë shumë me shërbimin e ankesat të konsumatorit, i kisha lutur që ta media me na mirë kuptu, meqense për shkak të privatësisë kalojmë në seancë të mbyllur dhe vazhdojmë me pika tjera të renditës. Pse nuk keni kryer monitorim të derave të energjisë elektrike për vitin 2021? Na tregoni këtu para qytetarëve pse s'keni kryer, domethënë mandati i ZRS është me bë monitorime. Pse s'keni kryer monitorim të derave të energjisë elektrike për vitin 2021? Tregoni qytetarëve. Kjo është pyetja esenciale. Ju jeni rregullator, ju bëni monitorime. Pse s'keni kryer monitorim të derave të energjisë, sidomos për riparë? Jo, s'ka kryer. Ja, është përgjigje e përgjithshme. Edhe mundemi me ditë sa është rritja? Nuk ka me diskutuar me sharu. Sharim komunikat, dhe komunikat. Se atëm se na keni flu. Është ideja na me qenë prezent dhe mos me kemi kuptu që ato çka ja u shoni komunikat, që komunikat i mirë ton të media, prezent këtu në konasonin fund ja u shoni komunikat. Për një diçka të rëndësishme. A ke këtë? A kemi të drejtën e pyetjes me ja kushtu mediave 10 minuta mi marr të përgjigje për na duhet. 10 minuta. Sa është medias? Sa është korrekte në ndjenjë më shumë. Edhe në fund mos më marr përgjigje ti duhet. Procesi për saktimit mos ka lidhje me vetë, domethënë diçka na keni tira atë. Për me dal ju televizora. Kjo është e hapur për ashtu. Do të bëll prej fillim, na zvim hiç, edhe ju vazhdoni se po në xhaxhit merr vendime që ju teket. Do të thonë personalisht si qytetar nuk e di as çka keni bërë. Në sens moral. Sepse ti nuk po ka përgjigje çka po të vetë fjalë çika. Pikërisht, do të thonë një ditë shtrejtu fatura sa përqind është. A mundem me ditë sa përqind? Unë thjesht më shpjegoj. Sot me Petrit se na keni tirë mbledhje me përcjellje keni të hapur nuk po kanë mbyllë ti nuk sheh këtu hiç. Domethënë tash bash po ti s'e kur gjë, nuk i përgjigjesh pyetjes. Ja, s'është përgjigje apo spedisa për çim arresturë. Asnjë moment se mora vetë. Domethënë çdo 435 milion. Kanë zotriu kryeshefi ka dhënë konferencë për media, masi që kry mbledhja dhe me na tregu saktë çka është marrë vendim, sa ndikon shtrëngimin e energjisë elektrike, cilat janë tarifat dhe gjithçka tjetër që u diskutu me fjalë të thjeshta, çysh ka ndodhur edhe në mbledhjet e kaluara. Okej, të vazhdu mbledhjen me na lënë me vazhdu mbledhjen me na lënë sot. Është rritja. Veç 100% është rritja. Tash ti më pak konsumator. Tregon 100% nuk po çmimi i energjisë. Kur do të po ecë. Po. Vishti për të dish ku të pyetje të po. Ku se jep për qytetar, cilëve na prek edhe neve, na pse gazetar nuk jetojnë në hanë, për shkak. Kosova dhe pse s'po e tregojnë sepse dallimi është shumë i vogël, beso. Do të thotë jemi të propozimi para prap, çfarë jemi. Domethënë kanë bërë revidime kështu shumë. Agon, domethënë tash biznesi ka ndodhur në treg të hapur. Rrjedhimisht me pas konsumator më pak. Atëherë unë e konsideroj që këtë se onc ka nuk pagu drejt qytetarëve. A mund të vish në treg të sosh përqindjave? Ne po bëjmë në zonë të zërës. Nuk ka pas konferencë për media i thashë fillim takimi. Takimi është i hapur me xhiru veç pak. Takimi është i hapur me xhiru çdo detaj. Sepse nuk fjaltohen e keni xhiru. Më fal, një minutë, diçka e qartë. Jemi mbledh ton këto media dhe ti po na thu që nuk e keni të drejtën e votë me bë pyetje. Qysh? E pse na ke thirr pra, me bë filma këtu akseni na këtu. Na jemi këtu me transmetuar qytetarit çka po folni. Sa, ta mundi me kon shumë thjesht qartë. Sa përqind është rrit? Mbledhja është Cili është vendimi? Sa përqind është rrit? Sa përqind është rrit? Ne komunikat keni me marrë përgjigjen që sa Qysh komunikat na që përcjellimi çdo të gjë. Se pi vjen kaq vështirë, më fal. Po kuptoj. Një përqindje. Ku është ideja na me u gjiru që shtë të mkone edhe në fund të mbrojnë? Unë i veç të nga liru sollën, mos me detyru me liru sollën. Kisha lutë të që e nga liru Kisha lutë të që nga detyru me kriju kushtet me vazhdu mbledhjen. Se për u përqenju me u gjiru që ka folni, ka diskutoni për një diçka
diçka të cilin nuk kemi hiç të qartë. Për vendimin e Veç përqindja. Sa përqindja me i fryma, A mundi me na liru sollën me vazhdu? Jo, para ja përgjigjes po lirojmë. A mundesh me na tregu përgjigjen? Përgjigjen e mort me përmes raporteve që janë edhe do t'i publikojnë pas vjedhjes. Ti do të na thjeshtu neve, sepse na si jemi eksperta atë zhvesë. Po jo s'më na leni me thjeshtu, na ja publikojmë që tash komunikatën edhe që... Po pse me një shkirë me pse me prik komunikat, na nejtu një orë që të dhe në fundron përshu një komunikata? Absolutisht. Jo, neve jo. Na e një orë që fiks, na e në ndër një sus që... Na e një ndër një sus për informacion. A më një në përgjigje? Veç një fjallë, shumë e mirës ma kolegë. Nuk valutoj me strukturin tarifore, kjo është me t'hyrat e liura maksimale, i pot raportet, propozimet prej stafit profesionale dhe aprovimin. Ne do t'a shojmë edhe një komunikat për media, ishin e gjitha diskutimet rreth këtij procesi janë të publikune. Ju kisha lutur edhe një herë me na liru sollën me vazhdu me thirrjen e bordit, kisha lutur kolegë që na lejojnë këtë proces. Mos ma le kryesuesit për përgjigje. Sa ka qenë marrë me propozim, edhe sa është marrë sot me revidim tash. Për ose shën, të tregu 214 milion euro, 180 është realizu. Për FSHU-n, 447 i aprovu në 435. Shtu që vazhdo... Se kemi problem me thonë edhe për sinjtë, s'me kuptoj. Se edhe zonë ai proces, është jo venashme ai proces. Shtu që jo venashme, ju këshum lutë me na liru sollën kolegë, ti kisha lutë me liru sollën me mirë kuptim për shkak se na me vazhdu një ndjedhje. Çka është ai proces? Se s'po kuptoj. Sa kalkulime përdoni mi bu. A në sërën se përmende vetë javën e ashme komi këtë qenë qaj proces. Çfarë procesi? Me na liru sollën me Ale dhe prometritin e dhe... Kisha lutë me na liru sollën kompletën me vazhdu. Jo, po sinqerisht po ju e lësë me na... Nësë harap, me që të cilë dhe nuk fitan kur gjo, edhe me në qitë mu me zërë të shmunë. Jo, më rakonta, me na mësu, veç të prishim. Ama, unë e ti përgjizit për mime, del me triti jashtë e ta i thotë, na për të lojnë të vazhdoj e vjetë. Kur që tjetë është për një, qatë komunikatë që ti me ma shumë muzit, ma thotë me triti atë, sepse e marrë në orës, kur e këtë saktu të ishtë dhe e më të rritë për isha. Me marrë veç sa ma kështë trajtu rrymen, ti po më thu do shifra atjetë cilat nuk i marrë veç asun, e le ma ajo plaka në barevës atje që se vajdina se nuk. Jo falimderit ti, ose e këta me dojnë këtë nga përgjisë, se nga pe pojnë së të lu. Qështë dush? Hajde dhe këshirë në jemi shumit. Me që kësha lutë stafin me liru. Jo, nëse nuk na e përgjiti nuk e lirojmë asnjë, se me liru. Na e të një orë, për rreth një orë, për me të gjuhë një diskutim të cilin nuk e kuptu të gjo. Edhe që është libri i koklavit të dhe të parë. A ka nevoja në për kalkulema? So është rritja, fiks. 400 milionë në bugjeti, 435 ekitash, biznesit ka në dojnë drejt hapun, që ato 435 milionë të mbulojnë qëtëtare, të rrëdhimisht i vjen ki konsumator ma pak. Sa është përqindja e shtretimit të energjisë, ka që shumë e thirë. Që të takon? Unë po e lësë, që? Përqindje, shumë e thjeshtë është. 13,5,4% sot. A mërë mes disë qarek, do më një sot se dini përqindje. Dini sot përqindje. Petret, a mund është me na një mundu që të proces? A do në me jetë fejt, a do në me najtë? Shumë e rëndësi, me ditë qytetarë, kemi bërë përgjitër, s'kemi marrë përgjitër. Totalisht të ka vazhdim ke marrë përgjitër. Kemi marrë përgjitër për zësusë. Ma në pytin prapë me shkrim, atë me shkrim. Shalut me lalë një... Po s'po i këthani as me shkrim, falë. Ju këthej, i qëtë gjakin me pas publikune. Këtania do të sigurohemi që shumë përgjitje të sujtje që kemi. Që shpërritën tarifat pa monitorim. Qëta shtrikëna. Do më thonë ju personi për bërësht raporteve që janë tërgën kesë. Nuk ka monitorim, s'ka verifikim të investimeve, s'ka kur gjë. Që në mandati zërrejse, që në vëllatore, a është me monitoru. Do është të transparenca o tërë.
Shumë, tepër zot. Jashtëzakonisht zot. Edhe kur gjë nuk krijoni me këtë çështje nuk është vetëm një armiqësi koke, e dëmshme për juve dhe për krejt, është e dëmshme për demokracinë që shka e një të rëshumë. Është një vendim tepër rëndësishëm që prej gjepin e secilit qytetar nuk kemi të përnebo asë show, po bëhet fjallë për diçka tepër të rëndësishme. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.